pas shumë ditësh, po bëjmë duke të shohim se si kanë hecë bletët për mjaltin. Për arsye se pranvera nuk ka qenë e mirë faktikisht, dhe ne kemi prit ka 2 javë që kemi pas prurje nga bletët nga disa lloj lule, sidomos nga gështenja, dhe po shohim bletët gjendje si jashtë. Tani ne punojmë me depët vogla për disa arsye, se shumë më bën vretje pse punojmë me depët vogla. Depët e vogla janë të shkëlqyer për të marrë mjalt me cilësi. Për arsye se bëhet dillosje plotësisht e plot, se nuk kemi mjalt të mjaftueshëm që të bëjmë marrim depët e mëdha. Prandaj ja çka ka bën depi i vogël. Është dillosur 100%, është mjalti është i errët, domethënë që është mjalt gështenje dhe sërbela. Prandaj ja çka ka bën. Kjo blet është me 2 depët vogla, po depën e sipërme e kemi mush dhe poshmja akoma nuk ka prurje, po jo. Ja shohim në bletën tjetër. Ja dhe kjo. Prandaj unë për vete punoj me depët vogla për këtë arsye. Megjithatë është një punë e lodhshme në fushën e bletarisë punësh me depët vogla, por më ndjehet mjalti është shumë cilësor. Ja. Prandaj mashallah, mas shumë përpjekjesh dhe shumë vujtjesh, diçka na jep e natyra dhe ja. Kemi këtu në parkun ton, kemi bën një koshere 6 kançe, si simbol i bletës dhe i torjes 6 kançe. Tani ne kemi bën këtë 6 kançet për shefin ton, dhe ja që ka bën bleta, ka punuar kornizat të gjitha. Tu kemi fut një mretnesh të re dhe me pjellje, sheqa pjellje ka bën për mashallah. Kjo është bletë lëshimi. Kjo ka lëshu, besoj, pa mund të ketë bo një muj, se nuk e marrë mend mirë. Kjo është bletë madhështore për mendimin tim, për shef, nuk është ja, dhe këto ka bo pjellje, kemi pjellje ditore, i ka bo të gjitha kornizat, ja dhe korniza e funit është ndërtu me hoj dhe me polen, ja që ka bo, një punë kolosale, unë dhe kërkoj të gjej mamën. Mama ja që mame, një mamë gjigande, një mamë lëshimi gjithmonë, se unë i kam bletët të lëshimi, nuk kam bletë me ndarje, dhe kjo është bletë natyrale si mamë. E kam bo për shef, dhe kam bo edhe katën sipër, dhe kjo dhe jetë bletë e simbolit të parkët të bletët Arjan Zoga. Ne, si mirë, ka qenë një vit jo i përshtatshëm për mjaltin, por diçka është bën. Ne kemi marrë fillimet e pranverës edhe të verës, kemi marrë polenin bazë kryesore të bletës. Pasi kemi marrë polenin, poleni është një produkt mjaft i kërkuar dhe shumë për njerëzit që kanë probleme me shëndetin e bletës. Jashtë të bletës preferohet me shumë kujdes. Duhet të jetë izoluar, duhet të ketë shumë parametra që është i domosdoshëm për të rujt dhe për të konsumuar. Tani kemi filluar këto ditë e fundit të muajit qershor
dhe nga funi i qershorit do fillojmë velin e mjantit. Ky mjant është mjant i shumë lulës dhe pjesërisht gështenj. Për arsye se shumë lulët kësimet kanë qenë me probleme, nuk ka qenë kohë e përshtatshme. Por ne tani ka një 10-15 ditë kemi marrë shumë mjant, jo shumë, por diçka mjant nga Serbeli, nga shumë lloj lulesh, edhe kam i marrë edhe pjesërisht gështenj. Prandaj, se me gështenja ka vëllu me dalë në 7-8, kemi ka 10-15 ditë që marrë gështenj, edhe është e bojmë që i kanë dëtua bletët vetë naturale, nuk kanë kontakt telish, as si lloj gjëne dhe janë direkt i kanë dëtua bleta. Prandaj, të gjithë ju që jeni dashamirë të mjantit, që të shijoni mjantin tim, duhet të vini ke parku i bletëve, të merrni mjantin direkt nga duart tuaja dhe mund ta nxjerrim mjantin si të doni, ta nxjerrim direkt nga kosherja dhe ta nxjerrim në centrifugë. Ky mjant është me bë plotësisht tharja e plot, është e dillosur, është 100% natyral dhe një mjalt me cilësi të jashtëzakonshme. Ju përshëndes gjithë dhe kush ka mundësi që konsumojë mjalt, është i mirëpritur që unë ka realizohu ke bletë të mia dhe ti është shumë i nderuar. Me nderim e respekt ju përshëndes gjithë.